një nga gjërat që lavdërohet po ashtu në Kuranin famëlart është durimi, sepse ne kemi edhe një parim në fakt. Ne nuk e dim se çfarë është e mira për ne, por aktualiteti që ne ndodhemi mund e dim që kjo është më e mira për ne, sepse kemi pa raste që një njeri vetëm pse është në gjendje të varfër, por mund të jetë besimtar shumë i sinqert tek Zoti. Në momentin që Zoti e ka sprovuar atë me pasuri, sepse quhet sprov edhe skamja edhe kamja. Dhe kur është sprovuar me pasuri, nuk e ka përballuar dot dhe ka shkuar, e ka mohuar Zotin, apo ka bërë veprime që nuk i ka bërë në gjendjen e varfërisë. Prandaj dhe ka një urtësi në atë çfarë Zoti i cakton njerëzve, që ajo është më e mira për ta, sepse ka një verset të bukur në Kur'an ku thotë ju mund ta doni diçka, por ajo mund të jetë shkatrim për ju. E mund ta urreni diçka, po ajo mund të jetë më e mira për ju. Zoti e di dhe ju nuk e dini. Prandaj dhe ne mësohemi si besimtar të lutemi që o Zot unë ta kërkoj diçka. Pra, një varfër mund ta kërkoj pasurinë, ma jep nëse është e hajrit dhe e mirë për mua, nëse më bën dobi mua, më bën mua në këtë botë dhe në botën tjetër. Nëse do më japësh diçka prej pasurisë, dhe ajo do më shkatronte mua, do më prishte familjen, nuk e di çfarë mund të ndodhë diçka e keqe, do vinte një kohë që njeriu do thoshte kot që e kisha atë pasuri. Dhe ka shumë raste që besoj jemi të vetëdijshëm për këtë fakt se sa njerëz të pasur janë pishman pse kanë pasur pasurinë, sepse ndoshta fëmia e tyre ka keq përdorur, ka blerë një makinë të shtretë, ka bërë një aksident, ka ndruar jetë dhe ç'do do më pas atë pasuri. Pra duhet një mesme delikate që njeriu të kuptojë që për çdo gjë ta falenderojë Zotin. Dhe këtu futet një rregull i artë i Islamit që njeriu gjithmonë ka mundësi të jetë falendërues ndaj Zotit kur do të shohë që ka më keq se ai. Dhe gjithmonë çdo kush në çfarë lloj stresi të jetë, po të shojë poshtë vetes do të jetë falendërues për atë që ka, do të thotë se qenkëm mirë. Ama po pam gjithmonë lart, nuk do të jesh kur falendërues sepse do të jesh i pangopur. Ndërkohë Zoti nuk e kërkon këtë. Zoti kërkon të jesh falendërues ndaj tij në të gjitha gjendjet që ai të ka sprovuar në ato moment.